Jemi rikthyer dhe në fakt do të flasim tani për diçka që patjetër na prek të gjithëve. Nuk ka dallim moshe sepse secili prej nesh ka ato burimet e veta nga ku bën blerje online. Më të rriturit orientohen drejt Facebook, pastaj jemi ne të tjerët që blejmë edhe nga Instagrami edhe nga platforma të tjera, por shumë pak prej nesh, le ta themi që është e drejta, sigurohen se nga po blejnë dhe cili është ai që fshihet pas një biznesi online. Megjithatë, tani do të ketë ndryshime të rëndësishme, të cilat në thelb kanë një gjë të përbashkët. Ta bëjnë konsumatorin të jetë më i sigurt gjatë blerjeve online. Qeveria ka njoftuar që bizneset online nuk mund të fshihen më. Të gjitha do duhet të tregojnë qartë kush i drejton dhe kush shndron pas tyre. A do ta ul kjo informalitetin, a do të bëhen blerjet më të sigurta, do ta diskutojmë, sepse në studio kemi eksperten e ekonomisë Oligerta Hoxha. Mirëmëngjes Oligerta, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, mirëmëngjes. Tani, ne po flisim për blerjet online, unë thash pak a shumë se cili nga ne ka ato burimet e veta nga ku blen. Besoj edhe ti je përdoruese e online-it për të bërë blerje, po ja. Po. Kur ishte hera e fundit që bleve online? Dje. Dhe patjetër që ekspertët e ekonomisë apo ekspertët e fushave të ndryshme janë pak më të vëmendshëm tek websajtet që i bëjnë këto blerje apo tek bizneset që i bëjnë këto blerje. Megjithatë, ka shumë qytetarë të tjerë të cilët le të themi nuk tregojnë një vëmendje shumë të madhe për të ditur se cili është personi apo nëse është i identifikuar siç duhet ky biznes online. Për të ndalur tek këto ndryshime që do të pasojnë. Çfarë do të thotë konkretisht publikimi i të dhënave identifikuese për bizneset online? Cilat do të jenë këto të dhëna që do të jenë publike? Atëherë, po e nisë që nga 2009 ligji për tregtinë online ka qenë që duhet të publikoheshin këto të dhëna kryesore që çdo biznes i publikon, siç është NIPT-i, adresa, edhe këto të dhëna janë shumë të mira për të publikuar. Emri i biznesit po, sepse nganjëherë vendosen emra të ndryshëm nga emri ligjor i biznesit apo emri tregtar. Të janë mënyra për t'i shpëtuar të atyre barrave fiskale dhe detyrimeve tatimore, kam përshtypjen. Po, kjo është një ndër mënyrat më evidente për të shpëtuar barrës fiskale, por edhe për të shpëtuar përgjegjësisë, sepse mbrojtja e konsumatorit është diçka shumë e rëndësi. Gjithë kemi qenë konsumator dhe dim se si ka funksionuar deri më sot. Ishte e mirë fakti që kjo gjë ka nisur më para se sa ky draft ligjeri, edhe që me detyrimin për të vendosur faturën, një pjesë e bizneseve besoj se s'do ta kenë problem, sepse tashmë ato i kanë hapur niptet dhe kur sjellin porosinë vendosin faturën. Po ka akoma biznese që nuk e bëjnë këtë pjesë. Tani ajo çfarë mua më ka bërë përshtypje dhe po i referohem një trendi që unë të paktën e vura re vitin e kaluar. Ndoshta mund të ketë një kohë më gjatë. Dhe ti e the shumë drejt që ka shumë biznese online që kanë pasur një ndërgjegjësim, janë regjistruar si bizneset mirëfillta dhe në çdo porosi të tyre reflektojnë edhe faturat, NIPT-in edhe gjithçka tjetër që duhet. Por po t'i referojmë atij trendit vitit kaluar, vija re që kishte shumë vajza, për shembull, që i merrnin veshjet nga garderoba e tyre dhe i shisnin online. Kjo patjetër është për t'u përgëzuar për sa kohë e shohin si një mënyrë për të sjellë disa të ardhura shtesë apo edhe për t'u futur në një lloj forme të sipërmarrjes, por le të mos harrojmë që ka edhe ca detyrime ndaj konsumatorit, të cilat do duhet të realizohen, sidomos me këto ndryshime të pasqyruara edhe të njoftuara nga qeveria. Sa realist është vlerësimi se kjo mas mund të ullë në mënyrë domethënëse informalitetin, se qëllimi ky është patjetër? Atëherë, nuk mund të them që informaliteti mund të ullet me një herë, sepse është shumë e vështirë t'i kontrollosh, siç e the edhe ti, ka vajza që nga garderoba e tyre, edhe atyre nuk mund t'i detyrosh të hapin NIPT, sepse varet se sa e kanë transaksionit, sepse ato mund t'i deklarojnë në diva të ardhurat që ata realizojnë. Nuk është e thënë që duhet të hapin patjetër një pozicion fiskal. Plus, do me thënë, janë aq shumë sa që ti kontrollosh të gjitha për një herë është shumë e vështirë, por mendoj se me kalimin e kohës do kontrollohen. Për këtë duhet të ndihmojë dhe konsumatori, sepse konsumatori nuk duhet të blejë nga faqe online të cilat nuk i respektojnë këto rregulla. Dhe kjo mendoj aktorët e tretë janë faktorë që kjo të vihet në
vend. Do të vinim edhe në ndihmë atyre që e kanë një biznes online, po mbase nuk dinë se si të veprojnë, sa i përket regjistrimit, hapjes së një NIPT-i, identifikimit të tyre. Pra, sa e thjesht është kjo procedurë? Mjafton t'i drejtohesh një eksperti të financave dhe plotësisht gjithë puna më tej bëhet nga ai, apo edhe ti vetë si individ duhet fillosh të marrësh disa trajnime dhe të mësosh se çfarë duhet të bësh sa i përket këtyre detyrimeve ligjore që me sa duket do të lindin zyrtarisht për bizneset online? Atëherë mendoj se nuk është shumë e vështirë, për çka se në Shqipëri nuk është e vështirë të hapësh një NIPT. Gjëja më e vështirë është të zgjedhësh formën juridike, do me thënë formën nëse do jesh person juridik apo person fizik. Dhe kjo dallojnë të dyja, Oligert? Unë mendoj se kjo varet nga xhiroja e biznesit. Nëse ti ke një xhiro të konsiderueshme, ke edhe punonjës e tjerë, është më mirë të zgjedhësh formën juridike. Nëse ti ke një xhiro më të vogël, është më mirë të zgjedhësh formën si person fizik. Edhe për të hapur një biznes si person juridik, mendoj se mund t'i drejtohesh një eksperti, duhet t'i drejtohesh një eksperti për të ditur të gjitha hapat për hapjen e biznesit, edhe hapat pas hapjes së biznesit, gjitha detyrimet. Dua që biseda të jetë shumë praktike dhe po të bëj pikërisht këtë pyetje të radhës në mënyrë që çdo qytetari që mund t'i vim në ndihmë me informacion konkret. A është e kushtueshme e gjitha kjo procedurë, pra hapja e një NIPT-i apo regjistrimi i këtij subjekti që ti ke qoftë edhe online në këtë rast? Atëherë mendoj se nuk është shumë e kushtueshme. Atë doja të thoja që për shembull personi fizik, individi mund të hapi dhe vetë, mjafton të hyjë në Albania. Edhe aty janë të gjitha hapat, cilat shpjegohet hapja e personit fizik. Personi juridik është pak më i kushtueshëm, por nuk është shumë i kushtueshëm, sepse nëse ti po bën biznes online, ti e ke për qëllim fitimpruese dhe disa kosto i merr parasysh. Dhe patjetër, duke i marrë parasysh këto kosto, do marrësh parasysh edhe që këtë biznes e ke hapur për një kohë më gjatë dhe jo thjesht si një tentative dhe eksperiment, ose mbase një pjesë nisin kështu si eksperimente kohë pas kohë dhe pastaj rezultojnë të jenë goxha fitimpruese dhe këtu lind detyrimi për të identifikuar në mënyrë që edhe konsumatori të ketë besueshmëri më të lartë. A mendon që do të ketë faktor që edhe mund ta pengojnë këtë reformë, këtë ndryshime që të jenë efektive? Atëherë faktori kryesor është që siç e tham, bizneset janë aq shumë dhe një pjesë nisin për ta provuar, nuk e nisin me qëllim vazhdimsinë, sepse ideja e një biznesi është vazhdimësia. Edhe ndoshta do ta kenë të vështirë për të përshtatur. Mua më duket e drejtë si reformë, sepse ato janë biznese të mirëfjellta dhe i bëjnë konkurrencë drejt për drejt bizneseve të tjera të cilat respektojnë të gjitha rregullat, e vërtet. Dhe unë po shihja në fakt se më kujtove pak atë që pash dje teksa bëja më shumë kërkime për këto ndryshime. Tek njoftimi i qeverisë, aty nga parlamenti kur kjo u bë publike, hapa seksionin e komenteve për të parë se si e kishin pritur. Dhe kishte shumë biznese online. Ashtu sikur se ti e the që flisnim për këtë, për konkurrencën e padrejtë. Pra, pse unë duhet paguaj detyrimet dhe duhet jem njëri i regjistruar, qoftë si person juridik, qoftë si person fizik, dhe nga ana tjetër dikush më bën konkurrencë pa ndjekur të njëjtat hapa ligjor dhe besoj që kjo vërtet do të jetë një nga ndryshimet kryesore që do të pasqyrohet, duke parë pak edhe mënyrën se si qytetarët shpreheshin në komenta. Po, sepse unë e shikoj edhe nga ana e konsumatorit, edhe gjithmonë i bëj dhe vetës pyetje, do me thënë, çmimet që ato publikojnë janë të njëjta me çmimet e një biznesi që i respekton të gjitha rregullat. Kështu që përse ajo është konkurrencë drejt për drejt e pandershme, do me thënë ndikon në desinformim të gjithçkaja, si të konsumatorit, si të tregut. Pse mendon që ka qenë kaq e vështirë deri më tani që bizneset online të futen brenda një rregullatori? Edhe pse ndryshime ka patur, se jo më kot ne sot shohim thuajse një pjesë të madhe të bizneseve të mëdha online që i dërgojnë porositë e tyre me faktura dhe me gjithçka tjetër që duhet për identifikimin. Po ka edhe shumë të tjerë që funksionojnë në informalitet. Unë besoj se nuk është fakti që ka qenë shumë e vështirë, besoj se është diçka njërisi, sepse ne kemi parë mbas pandemisë që lëvizoi si fenomen. Dhe duke qenë se çdo risi duhet kohë që të merren të gjitha masat, të shikohet një plan konkret se si do veprohet,
Prandaj jemi akoma domethënë në këtë fazë. Do doja të ndaleshim pak te konsumatorët dhe pastaj do ta pasqyrojmë këtë edhe përmes një sondazhi që kemi bërë në Instastory në Start Viskan.tv. A do të bëhen blerjet më të sigurta dhe pyetja që vjen patjetër, a rrezikon që të kemi edhe një rritje të çmimeve në momentin që këto biznese formalizohen? Unë mendoj se do mundohen të ketë një rritje të çmimesh, pastaj gjithçka varet nga kërkesë ofertë, në qoftë se nuk ka kërkesë në ato çmime, sepse çmimet janë tashmë të njëjta me çmimet e një biznesi që funksionon një lloj. Besoj se çmimet do mbeten aty ku janë. Thjesht fitimi i tyre do jetë më i ulët. Dhe duke pasur një fitim më të ulët, nuk besoj që do të ketë një konkurencë aq të madhe sa ka pasur më herët edhe një hatërmbetje mes nga bizneset tek të tjerët, sepse kjo ishte edhe një nga shqetësimet kryesore. Po le ta shohim përmes pyetjes së ditës, ne ua kemi drejtuar qytetarëve, audiencës që na ndjek çdo ditë më shumë për të kuptuar pak se cila është tendenca dhe si reagojmë ne kundrejt një biznesi online. Biznes online pa nipt, çfarë mendoni nëse e shihni? Nuk blej dot kështu 23%, kërkoj më shumë informacion 31% e audiencës dhe nuk e kam problem 46% e audiencës. Si e komenton Oligerta? Atëherë unë duke qenë gjithmonë në rolin e konsumatorit e detyruar, do të thoja që nuk e kanë problem, por realisht duhet ta kenë problem, sepse kemi parë shumë raste të cilat nuk mbajnë fare përgjegjësi dhe në qoftë se nuk e shohin, për shembull bizneset online duhet të funksionojnë që në qoftë se produkti nuk të vjen ashtu siç ti e sheh apo siç të reklamohet, kjo është në kundërshtim dhe duhet të kthehet, por realisht nuk ndodh. Kështu që fakt më bën përshtypje që është 46% nuk e kanë problem, sepse duket si një lloj forme se këto biznese kanë vijuar të tilla për kaq e kaq kohë, sepse janë konsumatorët të cilët le themi nuk kanë informacionin e duhur për çfarë duhet të kontrollojnë dhe pastaj lindin ato ankesat e vazhdueshme ku të drejtohen për një produkt që nuk ka ardhur si duhet, nisin bizneset duke krijuar le themi edhe skenar të ndryshëm në raport me klientin dhe për të shmangur gjitha këto duhet të së pari të përqafojmë bindjen që çdo biznes duhet të jetë i regjistruar edhe të dimë se kush fshihet pas tyre. Po, siç e theksova në fillim, janë konsumatorët ata të cilët duhet të ndihmojnë në këtë gjë. Dhe duke nisur nga konsumatorët, më tej edhe bizneset besoj do të ndërgjegjësohen se pra të punë janë aty për të shërbyer konsumatorëve me produktin dhe shërbimin e tyre. Oligerta, unë të falenderoj, çfarë do t'i këshilloja në përfundim të gjithë atyre që bëjnë blerje online? Atëherë, si gjithmonë unë këshilloj të jenë të kujdesshëm, sepse është përgjegjësia e çdo biznesi që ai të ketë një nip, ta publikojë atë si çdo biznes e publikon, edhe të mbaj përgjegjësi për atë çka ofron. Kështu që konsumatorët, pavarësisht se i pëlqen apo nuk i pëlqen një produkt, është në të mirën e tyre të jenë të kujdesshëm. Nuk besoj se bizneseve online kjo do t'i prish punë, sepse normalisht ideja e biznesit është vijimësia dhe në vijimësi vazhdimisht duhet të përshtatesh, edhe kështu që besoj se edhe ato duhet të përshtaten edhe të analizojnë më tej edhe më mirë situatën e tyre. Edhe pse thash pyetja e fundit në fakt do të jetë kjo që do bëj tani. Mendon që do ketë një selektim të kush mbjeton në këtë treg dhe kush jo pas këtyre ndryshimeve, pra duke e parë kështu nga ana ekonomike, a mendon që do të ketë le të themi një rënje të numrit bizneseve online, sepse pjesa më e madhe nuk i nxjerrin mjaftueshëm fitimet sa për të bërë të gjitha procedurat ligjore dhe për të kaluar nga informaliteti në formalitet? Mendoj se një numër i pakët biznesesh mund të largohen nga tregu, por duke e parë si ecuri, pjesa më e madhe besoj se do qëndrojnë në treg, thjesht do përshtaten. Dhe në këtë botë është treguar gjithmonë që ai që le themi ecën përpara është ai që së pari nis duke u përshtatur. Oligerta, unë falenderoj për gjithë informacionin dhe për kohën.